Edhe pse muaji prill ishte muaj fushate, kjo nuk i ka penguar deputetët të përfitojnë nga statusi special që u jep ligji. Kuvendi ka publikuar të dhënat e shpenzimeve gjatë muajit prill dhe rezulton se 29 deputet kanë marrë dieta me vlera mjaft të larta. Bëhet fjalë për dieta për udhëtime brenda vendit. Normalisht ligji ja u lejon një gjë të tillë, por bëhet fjalë për muajin prill. Në këtë periudhë kuvendi ka qenë i kyçur dhe deputetët kanë mbledhur nga një ricep në tjetrin për fushat. Por rezulton se i pas kemi paguar ne shpenzimet për të ngrënë dhe për të fjetur. Shumat variojnë nga 700.000 lekë të vjetra deri në 1.3 milion lekë. Por jo vetëm kaq, pasi gjatë fushatës ata kanë lëvizur me makinat e tyre, por karburantin e kanë paguar sërish qytetarët. 15 milion lekë të vjetra kanë shkuar për rimbursim karburanti, ndërkohë 22 milion lekë kanë shkuar për rimbursim telefoni. Padyshim shumat janë më të vogla se zakonisht, por askush nuk ka refuzuar benefitet, ndërsa shuma më e madhe ka shkuar për pagat, edhe pse në fushat kuvendi ka qenë i kyçur, ata kanë vijuar të paguhen, duke marrë secili nga afro 3 milion lekë. Në total janë rreth 400 milion lekë të vjetra që kanë shkuar për pagat. Pra, ndryshe nga shumë kandidatë të tjerë që nuk kanë pasur mundësi të mbulojnë fushatën, ata që janë deputet aktual i kanë mbuluar shpenzimet nga taksat tona.